Një ditë pas ekspozimit zyrtar të mesharit të Gjon Buzukut në bibliotekën kombëtare, interesi për të parë këtë ekzemplar nga qytetarët ka qenë në pritshmëritë e studiuesve. Dokumenti i parë deri më sot i gjuhës shqipe, por ruhet në kushtet e kërkuara të sigurisë nga Vatikani, madje ky i fundit e ka vendosur vetë në këtë kuti qelçi, pa lejuar që specialistët shqiptar ta prekin atë. Po çfarë është meshari? Pse ky libër me 96 faqe të mbetura është kaq i rëndësishëm për ne? Meshari ruan ekskluzivitetin, gurin shenjus të fillimit të shqipes së shkruar dhe të botuar. Meshar është një emër konvencional sepse ekzemplari unikal është i dëmtuar dhe ne nuk i dim titullin, as ata që kanë zbuluar. Brenda mesharit ka një larmi tekstesh, tekste fetare, madje edhe pjesë shumë interesante, një pjesë që ne kemi zgjedhur në katalog, një fragment këngë dashurie. Ky ekzemplar që shohim sot, sipas Aurel Plasarit, ka shpëtuar dhe ndodhet në Vatikan për këtë arsye. Libri i Buzukut ka rënë pre e indeksit famshëm, famkeq të Kishës Katolike, lidhen me koncilin, me një koncil të Kishës që ka pikërisht edhe kohën e Buzukut, ku ka lindur shqetësimi për botimet në gjuhët vulgare që quhen në gjuhët popullore, për tekstet pa kontrolluara të miratuara, pre e tyre pa asnjë dyshim ka rënë edhe libri i Buzukut, të cilat detyroheshin të zhdukeshin. Nuk përjashtohet mundësia që ekzemplari për cilin flasim, që ka mbetur, shëruar të ketë qenë një farë ekzemplari i censurës ose i kontrollit. Njësoj si meshari Shqipërisë i ndodhen jashtë territorit të saj.